Përshëndetje, thot pyetësi, thot macet, a janë problem me i mbajt në shtëpi, macet? Vallon për vetë kam një të shtëpia. Po. Po, prit vogël e kena marrë, edhe mbrenda dhe jashtë, kena mësuar edhe mbrenda dhe jashtë, ama macet janë kafshët mira të pastërta, përkundër shembull qenve. Qenve ato largat që i kanë, kështu me feja ata shumë. Po anë me feja dhe me medicinë dhe me mjekësi, dijen këta punë. A macet kanë pas ka thënë pejgamberi çish? Maca e pastron veten. Po kupton, e pastron veten, e lan veten. Shumë interesante. On kafshin e mirë që nuk prish punë. Edhe me flet me ti dhe me të prek. Maca për shembull ka prek, nuk Sprishet abdesi. Ja, nuk i pastër. Po çenin e di që me të prek me larga, jo me dorë me të prek, ose me kam nuk ka problem, o me ato largat. E ki po çenin si bon. E ki po jo? Po. Me të prek me ato largat, on problem shumë. Ma ato sen falë, dush me hekri. Jo, si me pastru kështu jo. Ma thonë tash kjo feja janë e madhe që i ka sqaru punë, a i mbajma, si mbajma, i qemë vend, si qemë vend, ajo. Do me thonë macet është e liume mi morë dhe në shtratë edhe... Muhamedi s.a.m. i ka dash macat e, pa i sahabja e Buhurejre, transmetuesi më i madh i haditheve, mbi 5500 hadith i kanë transmetu. E Buhurej, baba i macave. I ka dash shumë macet e ka ushtir shumë macet. Do me thonë tash macet nëse runë të shtëpia, dush me mbikëqir, me pastruhe, me i dhonë ushtime. Jo zullumi po. Thot Muhamedi s.a.m. një grua ka hinë në zjarë të xhenebit për shkak se ka marrë macën e ka mbyll në dhamë, as nuk i ka lënë ujë, as ushqim. Tash ose e mbas ose e mbas, ose lishoje vetë në të bëj qarë. Rrezikën e vet po. Ama maca si të mësohet ku dush çoj vjen të shtëpia prapë. Interesant. Kanë më gëzu plot me përgjigje. Jo, krijesë interesante. Unë jo që pse e kam, tregoj drejt se kam marrë të shtëpia, kam pas pak fobi. Ama shumë interesante. Vallahi më interesant. Vjen për shembull e marrën kështu, vjen tamam atë dorën ta vënë kështu, domethënë tregon dashuri. Disponon pa. Po. Disponon edhe ekipat. Si i thon bëj kështu ato gërha, ka një farzani, me vëndun gjoks, trupi i macës sill ta nxenj gjoksin. Edhe atë zanin se dikush të natyron, ama kur të mësohesh me macë atë zanin të knaqe, të lënë gjumë. Unë se kam problem, kur më del gjumë, kur e shoh, macën afër, ose nuk prish unë. E mësuam. Deri sa të mësohesh o problem. Si e ka imi macë e hotë? Nuk, jo kena s'ka dë një po. Radhën tjetër keme e pruqë në podcast. A ban? Po, problema me marrë me veti. Po. E kam që vakcina mi dhonë, kur e hipim veture, dibe si shumë mërzitët, me ndonë që kina me, Allah e lem si e me ndonë. Problema me... Ka marrë me bo një video të shpje e ote që të ba kalëzina shikuze, ma të e hozës me të shme medi.